të mos përputhjeve ku numri në shkrimeve në listën e votuesve është më i madh se numri i votimeve në këtë për 16 vend votime. Po si numër është përmirësim shumë i madh, sepse herën tjetër kemi pas mbi 300 kuti. Që gjet një plet votim i falsifikuar dhe mungon plet votimi origjinal. Paradës ka bërë rekomandimin e sekretariatit për rinumërimin e vend votimeve për cilat ka diferencë. Bazuar në lirin 15 paragrafi 3 rregullorës zgjedhore numër 14 tyje për 2024 për çanën e numërimit dhe rezultateve, në rast të konstatimit të mos përputhjeve ku numri në shkrimeve në listën e votuesve është më i madh se numri i votimeve në kuti të votimit, apo numri në shkrimeve është në listën votuesve është më i vogël se numri i votimeve në kuti, atëherë rasti evidentohet dhe kutia përkat se votimet i rekomandohet KQZ për rinumërim. Lidhur me këtë, ne kemi evidentuar raste të tilla për 16 vend votime, të cilat i keni edhe në tabelën e Excel, cilën e kam dërguar edhe përmes emailit. Pra bëhet fjalë për kuti për kuvende komunale dhe për kryetar komuna që prekin këto komuna: Deçanin, Llogocin, Gjilanin, Prishtinën, Prizrenin, Shtimen dhe Sarajekën. Pra gjithse që janë 16 vend votime që do të nështru rinumërimit nga ana e sekretariatit. Po me ditë pak a shumë edhe natyrën e problemeve që janë brenda këtyre kutive, se cila është arsyeja e rinumërimit tyne, pavarësisht pse ka ardhur si rekomandim. Cili është problemi dhe çfarë është gjetur nëna kutia, në mënyrë që është vetëm thjesht mos përputhje mes plet votimeve, mes nënshkrimeve, apo ka edhe probleme të tjera? Po, ne i kemi specifikuar dhe arsyet e mos përputhjeve pas kërkesës së Arianitit, për me pa problematikën në thelb edhe me skanu gjendjen reale, kjo ndodh vetëm pasi që të rinumërohet kutia. Ajo çka kemi vërtetuar na është që kemi vërtetuar dallimin mes rubrikave të formularëve që i kemi pranuar me rastin e pranimit të materialeve zgjedhore. Domethënë janë dy formular, formulari për kryetar komune dhe formulari për kuvend komunal, edhe në rubrikat e saktuara ne kemi konstatuar që ekzistojnë dallime në mes numrit të nënshkrimeve dhe në numrit të plet votimeve. Sa ishte numri i besë? Sa i kemi pasur në zgjedhje tjera? Nuk po kujtohet. 300 e saftë. Këto janë zgjedhjet që numri më i vogël. Ndoshta edhe kjo në flasim që është shumë atje tash. Sigurisht që po hap nuk shihet, po unë i lexova edhe arsyetimet edhe çka ka ndodhur, po si numër është përmirësim shumë i madh, sepse herën tjetër kemi pas mbi 300 kuti. Tash janë 16 kuti. Po nuk do të ketë të mund barazime tjera, nuk do të ketë. Kjo është konstatimi i mbas pranimit që kemi bërë çeta kutive të votimit pas përfundimit të proceseve me qendrat komunale. Kam qenë fizikisht në qendrën komunale të numërimit në Shtime, ku në një vend votim 220701, ku ka një raport që është adresu Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në të cilën e kam parë personalisht nga afër që gjet një plet votim i falsifikuar dhe mungon plet votimi origjinal. A është njëra nga këto raporte si pjesë e rekomandimit tuaj sa i përket çështjes së rinumërimit të këtij vend votimi? Kjo vend votimit të cilët ju referuat edhe jo është edhe pjesë e rekomandimit. Domethënë është 220701 është bëhet fjalë për kutinë e votimit në këtë vend votim që ka të bëjë me kryetar komune. Nëse s'ka dikur diçka tjetër i kisha hedhur rekomandimin për rinumërimin e vend votimeve në votim, kush është për? Mi gjithë, herën me 11 vota për, miratohet rekomandimi për rinumërim të 16 vend votimeve, 16 kutive të votimeve.